Franco Burraj ka shkëlqyer sërish në garat e radhës. Atleti vllaznis ka bërë një garë perfekte në pistën e stadiumit Loro Boriçi në kuadrin e aktivitetit të Kupës së Shqipërisë. Ai arriti të thyejë rekordin kombëtar të garës së 400 metrave, duke dominuar mbi atletët e tjerë pjesëmarrës në këtë disiplinë. Trajneri i tij, Bruno Rotani, foli për këtë rekord të Franco Burrajt, ku tha se ai po kalon një formë shumë të mirë. Është vërtet një rezultat shumë i mirë dhe një paraqitje shumë e mirë Francos. Theu rekordin kombëtar 46-14, ishte 46-16 rekordi kombëtar i cili mbaj po nga vetë ai. Franco në fakt po kalon një formë shumë të mirë, ku në aktivitetin e tjetër që morëm pjesë, që ishim në Malzi, Franco ja bani kohën 46-50. Me këtë paraqitje që të bëha Francoja, besoj që shumë shpejt në aktivitetin e rallës, besoj në aktivitetin ndërkombëtar do të thyet përsëri rekordi kombëtar, ku edhe konkurenca është më e madhe. Ndërkohë edhe si ekip, vllaznia në atletik u shpall fituese e Kupës së Shqipërisë për herë të 17 radhazi. Trajneri Rotani tha se të gjithë atletët bën një paraqitje të mirë në këtë aktivitet, ndërsa premtoi titullin e radhës kampion në Shkodër. Është e vërtet, ky është kontributi i gjithëve, trajnerave, po ashtu edhe sportistat, cilët kanë bërë një paraqitje shumë të mirë në disiplinat e tyre, dhe besoj që tani me 11-12 qershor do zhvillohet kampionati kombëtar, do të bijmë edhe titullin kampion të 28 në Shkodër. Në këtë mënyrë, atletika shkodrane ka një tjetër sukses, i cili vjen pas punës sistematike të bërë nga atletët çdo ditë në drejtimin e trajnerëve Albert Marashi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj.